Kryetari i Shoqatës Adhetare Jone e Malësisë Agronte Divanaj ka përkujtuar hapin historik të Malësisë së Madhe, e cila me 28 qershor 1970 i dha fund gjakmarrjes së njohur si beslidhja e Malësisë. Sot, teksa për ulemi me nderim ndaj atyre burrave që sollën këtë dritë në Malësi, le të frymëzojnë nga vizioni dhe kuraja e tyre për të qenë gjithmonë anës së mirës. Përbashkët le ta ruajmë këtë trashëgimi me përkushtim, duke e përcjellë tek brezat e rinj si një testament të paçmukshëm të urtësisë, maturisë dhe përgjegjësisë tonë historike, ka shkruar Dedi Divanaj. Këtë përvjetor historik nderojmë me respekt e kënaqëri një nga momentet madhore të identitetit ndërgjegjës sonë kombëtare. Me 28 qershor 1970 burrat e urtë të nderuar të largpamës Malësisë, përfaqësues të denjtë të fisëve dhe vllazërive tona, u mblodhën në frymë traditës të pesës së përgjegjësisë kombëtare për ndërmarrë një akt të jashtëzakonshëm, vendimin historik për të dhënë fund gjakmarrjes, një plagë e rëndë që kishte rënduar ndër shekuj mbi jetën, zhvillimin dhe harmoninë e brendshme të komunitetit tonë.